Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Luka 6:30. Jepi kujtdo që kërkon prej teje, dhe nëse dikush merr gjën tënde, mos kërko të ta ktheje. Luka 6:31. Por ashtu siç dëshironi që të ju bëjnë juve njerëzit, po ashtu bëni me ta. Luka 6:35. Por ju t'i doni armiqtë tuaj, bëni të mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë, dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bijtë shumë të lartit, sepse ai është mirëdashës me mosmirënjohësit dhe të mbrapshtët. Luka 6:36. Jini të mëshirshëm, pra, sikurse edhe ati juaj është i mëshirshëm. Luka 6:37. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni, mos dënoni dhe nuk do të dënoheni, falni dhe do të jeni të falur. Luka 6:38. Jepni dhe do të ju jepet një masë e mirë, e nxehur, e tundur, gufuese do të ju derdhet në gji, sepse me atë masë që do të matni, do të ju matet edhe juve gjithashtu. Luka 7:22. Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre, shkoni dhe i thoni gjonit që keni parë dëgjuar, të verbërit fitojnë përsëri të parit, të çalet ecin, lebrozët po pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po ringjallen, dhe ungjilli u shpallet të varfërve. Luka 8:39. Kthehu në shtëpinë tënde dhe trego çfarë gjërash të mëdha ka bërë Perëndia për ty. Dhe ai shkoi anë në qytetit duke treguar gjërat e mëdha që Jezusi bëri për të. Luka 8:50. Por Jezusi, mbasi i dëgjoi këto, i tha, mos druaj, ti vetëm beso dhe ajo do të shpëtojë. Luka 9:60. Jezusi i tha, lëri të vdekurit t'i varrosin të vdekurit e vet, por ti shko dhe prediko mbretërinë e Perëndisë.